Sa bukur është fjala e profetit ton, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur na tregon se imani, besimi, nuk është veç fjalë në gjuhë, por është ndjenjë në zemër, vepër, punë dorë, e dritë në tanë sjelljen. Në mesin e këtyne, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pjesë të imanit, e konsideron edhe turpin, që sot turpi është bo diçka e rrallë. Disa e quajnë prapambetje, e disa e quajnë dobësi. Por, pejgamberi alayhi salatu vesselam na mësoi bindshëm dhe fuqishëm, duke theksu se turpi është pjesë e imanit, është pasqyrë e pastërtisë së shpirtit. I dërguari Allahu thot: el imanu bid'un wa sittuna shu'ba wal haya'u shu'batun min el iman. Imani është 60 e disa pjesë, kurse turpi është pjesë e imanit, pjesë e besimit. Turp nuk do të thotë diçka që ti me zbatu diçka, një pjesë caktuar në jetë. Turp kam për këtë dhe kaq mjafton për mu. Por turpi do të thotë ka kuptimin me pas turp me fol kot, me pas turp me ofendu dika, me pas turp me bo gjunahe, me pas turp me u paraqit ndryshe nga çka je. Turpi është ajo dritë e brendshme që thot ndalu. Kur diçka s'është e drejtë. Turpi është zani i butë i shpirtit që ta përkujton se Zoti Allahu po të shef, edhe kur askush tjetër nuk të shef. Kur humbet turpi, humbet ndjenja e fajit. E bashkë me ta fillon edhe me u zbe imani, besimi. Por, kur ruhet turpi, zemra qëndron gjallë, sepse ajo e kujton Zotin në çdo moment. Vëlla e motër, mos e le turpin me t'u shu në shpirt. Mos e le. Në kohën kur bota turprohet me qenë e ndershme, le t'jemi ne ata që krenohemi me turpin ton. Le t'jemi ata të cilët krenohemi me thjessin ton, me moralin ton, me sjelljen ton bukur, me çdo kënd, familje, me prind, me të afërmit. Sepse besimi, imani jon, fjala la ilaha illallah, na bën që ne t'jemi turpshëm edhe ndaj atyre të cilët nuk kanë turp. Sepse turpi është stolia e besimtarit. E kush e ruan këtë stoli, Allahu ja ruan nderin në dynja e në ahiret. Prandaj, mbaje zemrën pastërt, fjalën butë, e syt të ulët përpara të keqës, sepse turpi është drita e imanit, besimit, e pa dritë njeriu mbetet në errësirë. Allahu na ruajt nga errësirat. Allahu na baft prej atyne që e ruajnë turpin si pasuri thesar të shpirtit, e që e forcojnë imanin me çdo vepër të mirë. Turpi, pra drita e imanit. Turpi, pra stolia e besimtarit, besimtares. Mos e humb turpin, mos e humb imanin. Turpi
është që ruan shpirtin.